Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra, siç po e shihni videon, është një ilustrim i përafërt sigurisht, i cili mundohet që në imagjinatën tonë ta kemi të përafërt se si do të jetë ura e Siratit, kalimi mbi urën e Siratit dhe llahtaria e këtij procesi. Allahu na ruaj të gjithëve dhe na mundësof që t'jemi të shpëtuar. Ura Siratit është një urë e cila gjendet mbi zjarrin e xhehenemit, ashtu sikur na ka njoftuar i dashuri ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është më ëmbreht se tehu i shpatës, është më e hollë se sa fija e flokut. Andaj e lutim Allahun dhul xhelal në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në këtë muaj të mëshirës dhe faljes, Allahu të na forcon të gjithë neve dhe të na bën shpëtimtar në momente kur do të ballafaqohemi me këtë proces. Ka një numër të madh të haditheve të sakta të pejgamberit alayhis salam të cilat flasin për këtë ngjarje. Është hadithi i gjatë i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku tregon se kur të gjithë njerëzit të bëhen dhe mbledhen dhe kërkojnë dërman dhe shpëtim, kërkojnë nga pejgamberët e Allahut që të ndërmjetësojnë tek Allahu, që të fillon sa më shpejt procesi i ditës së gjykimit dhe të shpëtojnë, shkojnë tek Ademi, tek Ibrahimi, tek Musa, Isa dhe kështu me radhë. Hadith është i gjatë, kur arrin tek i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëra Allahu atij i lejon të ndërmjetësoj. Pejgamberi na tregon se emaneti dhe lidhjet familjare, respektivisht farefisnore, do të qëndrojnë në të dyja anët e Siratit. Do të thotë shtyllat kryesore mbi të cilat qëndron ura e Siratit është emaneti dhe lidhjet familjare. Thot pejgamberi alayhis salam, i pari prej juve do të kaloj urën e Siratit si një vetëtim që kalon dhe kthehet për një çast. Pastaj ka të atill të cilët do të kalojnë urën e Siratit sikur shpejtësia e erës, pastaj disa të tjerë kalojnë si një zog, disa si një kalors, dhe gjithçka varet nga veprat tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të qëndron mbi Sirat dhe do të thotë: O Zot shpëtoj, o Zot shpëtoj. Çdo herë pejgamberi alayhis salam, nga mëshira e tij, nga dëmshuria e tij, nga dashuria e tij, gjendet çdo herë në momente kritike, i cili përkujdeset për ne dhe ummetin e tij. Pejgamberi alayhis salam ka përshkruar edhe llahtarin dhe momentet e vështira të urës së Siratit. Allahu na shpëtoft të gjithëve. Prandaj na mbetet neve që sa jemi në jetën e kësaj bote të bëjmë sa më shumë vepra të mira, nga se janë veprat e mira të cilat do të na mundsojnë të jemi të shpëtuar dhe do të na mundsojnë që të jemi faqebardh edhe në këtë botë, edhe në urën e Siratit, por edhe në takimin me Allahun ton te baraka wa taala. Qofshim të shpëtuar të gjithë inshallah taala.